Ish kryetari i Suarekës Ali Aslanaj, që tash është deputet i Kuvendit të Kosovës, po akuzohet se me 27 gusht të vitit 2008 nënshkroi palegjshëm marrëveshjen me organizatën Benaf, duke i amundsuar asaj shfrytëzimin e përhershëm të ngastrës kadastrale që është tokë ndërtimore në pronësi shoqërore. Organizata Benaf më vonë në këtë hapësirë toksore ndërtoi strukturë afariste banesore duke përfituar në dëm të komunës. Të premte në seancën kundër Aslanajt i pari dëshmoi eksperti gjeodezisë Ferhat Sezairi. Ky ekspert fliste në gjuhën bosnjake, prandaj edhe dëshmia e tij u mor në këtë gjuhë. Mirë po pa interpret gjyqësor. Për kthyesin e zëvendësoi kryetaria e trupit gjykues, gjë e cila është ndaluar me kodin e procedurës penale. Eksperti gjeodezisë Ferhat Sezairi tha se në vendin e ngjarjes në objektin e ndërtuar nga Benafi është sipërfaqja prej 582 metra shkatror. Ekzistojnë dy ndërtesa, njëra është 12 kate, ndërsa tjetra 7 kate, plus kati përdhes dhe e tërë kjo hapësirë sipas ekspertit i përket sipërfaqes që i takon komunës. Më pas të premtën dëshmoi eksperti financiar Isa Krasniqi që nuk ishte në gjendje të bëj vlerësimin e objektit sa i përket fitimit të komunës. Për këtë, ai kërkoi që gjykata t'i jap kohë të paktën 2 ditë. Prokuroria u pajtua me propozimin e ekspertit dhe pas kësaj seanca gjyqësore u ndërprej. Sali Aslanaj nga Departamenti i Krimeve të Rënda në Prizren akuzohet për veprën penale keqpërdorimi pozitës ose autoritetit zyrtar. Sipas aktakuzës, ai në vitin 2008 nënshkroi marrëveshje me një ndërmarrje tregtare duke ia lejuar kësaj të fundit shfrytëzimin e përhershëm të pronës shoqërore, në të cilën ndërmarrja ndërtoi objekt afarist. Këto veprime të pandehurit ishin në kundërshtim me rregulloret e UNMIK-ut, paralokimin afatgjatë të pronës së patundshme shoqërore të menaxhuar nga komunat e Kosovës. Sipas aktakuzës, ai shkeli edhe ligjin për prokurim, duke mos marrë nga Ministria e Pushtetit Lokal autorizim për lidhjen e marrëveshjes dhe duke mos e zbatuar procesin e tenderimit para nënshkrimit të marrëveshjes. Me këtë rast, organizata e biznesit Benaf me ndërtimin e strukturës afariste banesore përfitoi materialisht shumën prej më shumë se 1 milion eurosh. Seanca e radhës në rastin Aslanaj do të mbahet me 16 korrik.